Mirëmbrëma gjithëve! Sa më kishte morë malli për zonin. Nuk e di pse kote funit janë bëka që ndjeshëm. E pita doktori i thash pse janë bëjnë ndjeshëm, tha e ke nga androidopauza, tha nuk as. Si jeni ju? Po, si jam? Tash i para se të filloj t'ju tregoj historinë time, dua të marr vesh. Ku janë femrat këtu sonte? Tashi, sa për ju femrave janë të kënaqura me partnerin ngrin dorën? Oh, jo ti vllai, jo. Ti në 17 maj dhe ngresh dorën. Isha i ditë të shku për shtëpi, kur shoh afër pallatit tim, një 100 vetat mbledh aty të bërtit, të ulërit, një 36 televizione kombëtare duke transmetuar live, një 6 furgona policie dhe 4 qera që po shtynin një ambulancë. Mos tashun gruaja. Një të fut mes turmës, hapun, kur shoh, policia kisha arrestu Arifin, komshiun tim nga Burreli, se kishte qenë të rraf për vdekje gruan e vet. Aq shumë e kisha rraf sa që policët si vun fare pranga si ishin bë durrë si tullumbace, kaq. U futa në shtëpi, shoh gruan të qajt, aty ke cepi, e mora, e përqafova, e putha ke llapa veshit. Se gushën ma le vetëm për 14 shkurt. Edhe e kapa kështu dhe i thash, unë nuk do sillem kur me ty si ai. Po nuk e di pse brenda kokës time dëgjova një zë që më tha, kom për të të rraf edhe më keq. Thash, inshallah kom i gjuh vetëm unë. E nejse, në darkë tash gruaja po priste lajmet që çifte komshien, kurse unë po hidhsha çunat nga dollapi për t'i mësuar stilin dallëndyshe. Deri këtu ishim në rregull. Darkë tash isha shtrike dhoma, tu pak e Channel X dokumentar për balenat. Kur më vje gruaja lakuriq, kishe hudh vetëm perden e aneksit sipër. Ajo po vinte drejt krevatit, ndërkohë në poshtë organit u zhvesha. Mu fut si në gjallë në krevat, edhe më tha, Kol, a më do ti mua? Ki të vesh pra. Po, i thash të dua. A do bëje gjithçka për mua, tha? Po, gjithçka. Gjithçka? Ki të vesh pra. Po, i thash gjithçka, pse si është puna? A e more vesh ku e qunë gruan e Arifit, Në Spanjë. O, i thash, pas ka rraf keqe? Jo, tha. Qeveria ka miratuar një ligj që gjithë gratë e dhunuara i çonë me pushime në Spanjë falas, që ta heqin traumën e dhunës se këto gjëra kështu. Po ku ti gjej lekët unë i gruaj thash, ku ti gjej? Mus po më dalin lekët për çumçakiza, për çunat. Po jo më budata, ti do më rrafësh mu aq pak tha, sa për të hyrë ky programi që ti këtë bëj 2 javë pushime në Spanjë. Nejta e Romenova. Thash po bëj si vështirë. Pastaj thash, dakord. Po e bëj për ty, Për ty, se ti ishte një tjetër, E mirë, të nesër me ngruja, shkoj me morë formularin ministri, mi poroja nuk ja dha se tha s'keja si shenjë dhune zoje, kështu që. U këthy në shpi, qa me bo, i dhash 400 lekë në funit të rogës çunave, i thash ikni luni bilardo, të kishë babi, u futëm të 2 ke dhoma, unë, gruja, televizori dhe krevati. Tak, neza dritën, ja, shumë dritë, tak, fika prafë. Rrinim të 2 përballë. E dia që do e rrifsha dhe e dinte që do e rrifsha. Po asjoni s'leviste. Eshtje. E dia që seanca e parë duhet ishte e lehtë. Prandaj nga dal hoqa syrtarin e komos. Kishe shpëtu. Nga sikleti tash më mushën durët gjithë djes, më rëshkiti syrtari dhe mra mu ke gishti i vogël i komës. Aq shumë ka dhimë sa këp.
Po, grus. Tok. Ikëm tash me mor formularin. Roja ke ministria nuk na dha formularin, po na dha një album me pigmente gjyrash për boja gjint. E tha, ju zotritha jeni ke roz në pigment kështu, ciklamente. Për të morë formularin, duhet kapni Leila në kaki të zezë. Vrap në shtëpi prap. Tashi nuk e shifja mo grunë sy. Shifja qatë kap në një gjoj që të marroj punë. Kur fat merdi një ide gjenjale. Një qku ke dhoma qunave, mora i shkop bejsbolli, që a bleva kolinozit kur lindi, një ta vu grunë ke cepi dhomës, mylla syt, e fillova të knu, bum, 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 the roof is on fire. Kur pash qa kisha bë, ishte bë gruja si parakol 220. Qa me bo, mora, mirë po filloj të qalu. Shifte do të makinë, një të hap bagajë, një të fut në bagajë. Fup ke ministria, shkojmë ke ministria, morën formulari, tha roja kini 5 orë kohë, tha du të asini formulari. Qke më dhajdi? Një qku shpi, mirë po sa pushkoja fër palatit, shof gjithë komshit që kishin dalë aty me pa. Se kishin gjurëmën ata, këfto? Si me bo, hapa bagajin. A, mos i hëngër të lekët kjo bashkia, se po na bie ngrat në puseta. E mora grun, e futa mrena shpi, për shën s'keq më vim 2 qunat aty, kur pan tëmën e tyre si kurrizoj Notre Dame-it. Mirë kjo, kishin fitu dhe 60.000 lek në bilardo me 400 lek shimtim. E plëcun formularin, bëra foto me celular, bashkë me mjetet e krimit aty, edhe unë nisëm për ke ministria, mirë për rrugës nuk po ndije mirë gruja. Fupit për timonin, një qku spital. Sa e pa doktori, po treni doli nga shina këta? Kur ma bo gruja, i ke qoje ti formulari. Po me qoj unë dhe. Fup të këpjumi ke ministria, ku qëtë shof aty? Gjithë shokët e rajonit, gjithë burrat e palatit, dhe nja 10 shoferat kombinatit, të prit në radhë me formular në dorë. A më kolle, edhe ti grun, ha? Jo, më jam të bo një master, i thash. Pritë s'ka. S'po di ka qëri. Kur del roja me megafon. A e keni pa shënimin kryet formularit më? Jo, ne. Thot, ky formular është vetëm për gratë që janë në hasmëri dhe në gjak, për asë njëri tjetër. U preva fare. Gaj noti e lash aty makinën shkova në kom dhe në spital. Shkoja aty gruja në gjëndje kome, keq fare. Thot doktori, pa 30 kile alqi, nuk e qok këtë grunë shpi. Kur në atë moment, fap, hapisin në gruja. Kom 2 lajme, i thashu, një të mirë, një të keqë, këtë do të parim. Të mirë, i tha, mirë do të them të keqin. Keqë është këtë vit, nuk do ikësh në Spanjë. Po i mirë, i tha, vitin tjetër, do hym në gjak. Natë mirë.